Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut, sot do flasim për një realitet kohor që ka të bëj me një fenomen, me një koncept të gabuar që ka filluar të përhapet edhe ndër ne, ndër musliman, e është fjala për konceptin që po quhet e premtja e zezë, Black Friday, që nuk është pjesë e fesë tonë, nuk është pjesë e kulturës tonë dhe për më keq është e ndaluar që një ditë e bekuar, sikurse një ditë e mirë, sikurse dita e xumon me u quajt e premtja e zezë. Paramendoni vetëm një fakt do meditojmë, xumoja prej xumos është kefaret, na i fol mëkatet e vogla vëllezër besimtar. Pej një xhumoje dhe një xhumon e ardhshme, na u folën mëkatet e për neve është ditë e bardhë, është ditë madhështore, është ditë me peshë të madhe, nuk ka ditë më të mirë që ka lindur dielli se sa dita e xumos. Andaj për ne vëllezër besimtar, me pas këtë çështje, Black Friday është ndaluar. Takova disa ditë më herët një vëlla musliman e përgatiste një reklam të tillë. I thash mos e morrë vllazni. Mos e morrë xhumos me ton black e zezë. Morrësh vllazni. Andaj çështja jon për me i kap disa oferta dynjes, disa oferta që zakonisht janë mashtrime, që po ngojmë mashtrinë e pupëm ku edhe në fund kur që s'po mrrin, që ky entuziazëm o vllazni po na mungon, fastabikul khairat, dhe nxitani drejt veprave të mira, nxitani drejt xhenetit, se ofertat e xhenetit o vllazni janë më të mëdha, janë më madhështore se ofertat e festave të huaja, ofertat të ndërtuara me mashtrim, ofertat të cilat janë të gabuara që muslimani ka ndaluar që një ditë të madhe, sikurse xhumoja, mi thon Black Friday. Andaj kjo çështja jon të nderuar vëllezër besimtar, në raport me xhumon nuk po është e njëjtë ka pe ofertën e dynjas me ka pe ofertën e ahiretit. Dita e xumon, krahasim sot, a nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam, të dashur vëllezër besimtar, se ardha e hershme në xhami siguron shumë më shumë sevap se sa ai i cili vjen pak para se me hyp imamin në minber ku mbyllen librat e melaqeve, e të cilat ulen bashkë me juve ngojnë hutbën që pastaj me raportu tek Allahu, i pari që ka ardhur. Flasëm për 5 orë, vëllezër besimtar, ai i pari që ka ardhur në xhami më së herët, ai e ka sevapin sikurse me dhon sadaka një deve, që jem të fol për 5.000 euro. E na vllazni për një televizor, e për një telefon, një lavatrice, diçka, shkojmë ngojmë me orë tëra, presun rand, edhe në fund s'u ne blejnë. Pse? So kon mashtrim. E të Zoti s'ka mashtrim. Ja ardh herët e ki sevapin e sadakos devës. Të premtume ki te Zoti nuk lum vllazni. Po çaj entuziazëm i dynjas, që me kap ofertën e dynjas, po na mungon që me kap ofertën e ahiretit. E të garantume i ki, s'ta hubën Zoti mashtrim, nuk të mashtron, hajde të ka në çdo sevape, hajde të këtu në ty s'tfale. Jo, që entuziazmi i dynjas nuk bën mja shku entuziazmi të ahiretit, sepse entuziazmi i ahiretit është i përhershëm vllazni, është i përhershëm. Andaj s'po them se mos me njeh dynjan, s'po them që është haram me ble. Quajtë e xhumos e zezë është haram, bën me ble këto oferta. S'prish punë, po besimtari ka ndalum në dyqanin e tina, në firmën e tina, me thon Black Friday. Ja, s'është kjo xhumon të nuk është festë e jonja, është madhërimi në festës huaj. Po, të kafsh besimtar që është duhet, ditë bajramit, liru baklavën tonë, liru shërbimet e tua për hir të Allahut, edhe nderej besimtarët, edhe këtë bënë për hir të Allahut, mos u thot se Allahu ka më të nderu, edhe ka më të shpërbly, plus ka më ta kompenzu. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, secili prej neve duhet të jemi të kujdesshëm me veprat e mira, me ato sezonat e adhurimit, që të kape ofertën, të nderuar xhamat. Namazi më i mirë ditor që folet brenda një javë është sabahun ditën e xumon. Për të veten tonë,
kur e ke fol sabahin ditën e xumës me xhamat. Pyet veten tonë, kur e ke ka po ofertën e javës më të mirën. Allahu çdo javë t'jap, mundësi të tilla. Andaj, ki mundësi çdo ditë, mirë po ti pyet veten tonë, sa opinjek çdo ofertë të ahiretit, sa të rëndësishme, sepse na po pretendojmë me shku në xhennet. Edhe në lutjet tona nuk jena modest. Ja Rab, bashkona në xhennet me Muhamedit alayhis salam. Ja Rab, bashkona në xhennet me dëshmor, me Abu Bekrin. Vëllazën besimtar, Abu Bekri ka rejt pasunin e ka në rrugë të Zotit. Ka rejt pasunin. Omeri gjysën, ku mesëm na? Ku mesëm na në lutjet tona? Ti, e ke harru, sakrificën tonë në rrugë të Zotit. Madje, kesh me thonë, po një individ, edhe në këtë xhami, se 3 vite pe bojmë, që në çdo xumë vin ka minuti 10 në xhami. Mas si ka hyp imami minber. Ku është sakrifica jote? Ku është oferta e xumos? As kokër kanë zonë sadaka. As kokrën e vesë kanë zonë sadaka. Mirë po, ku ka atje, ta e qujtëre, Black Friday, një 2 saat para dyqanit të tu parkohesh. Pse? Se s'do me t'ik oferta. Mirë po, entuziazmi jot, ku po met entuziazmi jot, fastabikul khairat. Dhe me njëherë, kështë po të llonë Kur'an, dhe me njëherë, nxitani drejt veprave të mira. Andaj, xumoja, sabahu, po çysh çasja në vllazën besimtar, tu mendu drejt Allahut. Andaj Allah po thon, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fastau ila dhikrillah. Fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur ftoheni për namaz xumos, nxitani më njëherë të përmendja Allahut. I niftum ditë në xumo, një njoftës ku planifikimi jot. Ti po dështon të një çështje e madhe, mirë po dëshnja, s'po dështon. S'mund të ashtu vllazën besimtar ya Rab, pastaj na Allahu në mashtu ya Rab, unë s'po mundna. Ja o Allah, po ti po mundesh për dunja, po mundesh edhe për 5 kg zejten ose 5 kg sheqer, me shku me kop ofertën te marketi më i larg në qytet, në kom shkon, mirë po dështon me dalë në xhami. Dështon 25 herë me na javë thirr ezani, dështon me dalë në xhami. Mirë po për zejten, për të lyn, për çka dush thuj, e kop ofertën shkon nga masaj. Mirë po për namaz në xhami dështon. Andaj kjo flet për secilën prej neve, nuk kem nevojë mja drejtu gishtin kërkuja, secilë vetës vete, ku jam unë, në udhtimin tim drejt Allahut, ku jam unë me ambicet fetare, ku qëndroj. Andaj në këtë drejtim, jo rastisht Allahu po thotë dhe nxitani drejt përmendjes së Allahut, dhe në surën Xuma, po thotë Allahu dhe wa idha qudiyatis salat, dhe kur folet namazi fantashiru fil ard. Çka punë? S'po Allahu më mos punoni. Dëni çkapën, njekni dorën, njekni edhe këto ofertat. Mirë po, jo në kurrez të ibadeteve, jo kur vjen puna, çfarë do të më hek prej agjendës, që më mund të më koni lirë, për punët e tua, jes po fol nëse namazi po më pengon për dëshmërinë time. Namazi po pengon karrierë. Jo, vallahi vllazën besimtar nuk qëndron, mirë po ose kem bëjmë një keq kuptim, ose nuk e kin rend në prioritetet fen. Andaj në këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, çështë dy njerëz i ka marrë njerëz vazhdimisht. Mos mendojmë vetëm na që të port, mirë po, nëse nuk kthehem çu shumë këtë port, edhe na këna me dështu. Me një rast Abu Huraira vllazni po hen në treg të Medinës dhe po isha njerëz e ngarkum, prekupuar me tregti. Dhe po thotë o ju njerëz, çajini tu bë këtë në xhamin e Muhamedit alayhis salam është duke shpërndar trashëgimia e tij e ju po rreni këtu çajini tu bë tregtarët sikurse puna jon mole e më mbyll tezgat ato tavolinat që kanë qenë ato tendat e tyre e mole në xhami të Muhamedit alayhis salam ku shkojnë njerëz të mësufin tuba grupe hallka dhe kthehen te Abu Huraira dhe po i thonë o njëri ndërum o Abu Huraira ti na tha që po ndohet trashëgimia atje, ma atje mësojnë veç fe, kush se ke pasuni. Do njerëz, trashëgimia më vëson është dituria. Për çfarë ju thash? Apo shej në vozën besimtar, pasunia është ajo atraktive, i bën njerëz me ngom asaj. Mirë po do të më kanë me rënë vllazni, do të më kanë me vend, mos më kanë prioriteti kryesor i jetës tonë. Andaj në këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, parja është e rëndësishme në jetë.
Mirë po, nuk bën me na lënë, me na ikë sezon adhurimit. Sidomos dita e xumë, mos hajde në xhami rregullisht, mos të hyj imami me mber, se ti ke ardhur po ke merr pas sevap. Mos e lë vëllazën besimtar pa prezencë ditore në xhamin, mos e lë dohon pa i fol 5 kohë namaz, sepse e kem përmend dhe prap do përmendim dhe nuk e themi me qëllim të ofendimit, nuk është musliman i mirë ai person që nuk i fol 5 kohë namaze, nuk konsiderohet i devotshëm 5 herë ditje më ka të rënd. Andaj ku është don ai ambicia jote në rrugtimin tënd drejt Allahut, rregulloj raportin tënd me Allahut dhe pastaj sot mundesh nga për menzon për dynjas se kërkush s'ka më ta pengu. Andaj sahabët kanë pas këtë dert. Do të tregoj një rast shumë interesant dhe meditani vëllazën besimtar për këtë. Abdullah ibn Umeri, i biri Omerit radhiyallahu anhu, e përcjell në një xhenazë dhe kur përcjell këtë xhenazën, po i thot dikush, si Muhammed apo vjen shkojmë, mas ja falëm xhenazën të përcjellëm, po jo valla nuk kam kohë. Po atë nuk e din çfarë sevapi ka kjo punë. Jo, i kishik hadithi, me fol namazin e xhenazës është sevap një kodër, një bjeshk. E pejgamberi e kanë qirae Uhudi, që e ka perimetrin 18 kilometra, që ka shumë ka sevap, mja fol xhenazën një muslimanit. E çfarë po ndodhet na, po shkojna në xhenazë, jo për sevapë veç kanë nxohën. Po dekni në gjashmë shkojmë t'ja folim namazin e xhenazës. Po ku me ambicia fetare, që mendon që të sevap, në kodër sevap e mendon. Të Uhudit po flasëm, realisht kjo është bjeshk, 18 kilometra perimetër bjeshk. Sevap e veç mja fol namazin e xhenazës. E Abdullah ibn Umeri e kishni veç gjysën sti hadithit, që mja fol xhenazën e ka një kira. Dhe për i thët kë, ja dhe me përcil është në kira, 2, mja fol xhenazën me përcil, ka 2 bjeshk sevapet mëja, dhe t'ja se di këtë pjesë të hadithit, edhe njerëz të dijes e lypin argumentin më njëherë, edhe e qëni djallësh të Aisha, edhe e pyetët, ka qu Abdullahi, i biri Omerit, thët, a është kjo çështë qështu, që nëse e fal xhenazën, ja ki një kodër sevap po, edhe nëse e përcjell 1, 2 po, dhe atëherë Abdullahi, i biri Omerit, u shqetësu edhe godeste tokën me gur, dhe thashte, si mund të na vaj halli, so se vopën pas ka ik. Vaj halli, so se vopën pas ka ik mu, pse? Se nuk e ka la, se i ka ik oferta, vëllezër besimtar. I ka ik mundësia. Andaj në këtë kohë, çfarë po ndodh na? Shkojmë ja fol xhenazën, veç kujt e njohëm. Mirë, po peshet dikush që dik. Na lë vëllezër besimtar, na lë. Se në kodër se vopë e kish ato, në bjesht të Uhudit se vopë e ki. Andaj, po, ka pi pazorit të dynjas, s'ka të keqe. Po, ofertat e ahiretit janë më të rëndësishme sesa ato të dynjas. Andaj, mos lejoni vëllezër besimtar të ikën fillimisht ofertat e ahiretit dhe pastaj çfarë do të mundi për atyre të dynjas. Me kaq që do të bëj në portë hutbes, nuk kërkoj falë të Allah, kërkoj falë sa të fazëm shirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nderuar xhamat, pjesa e dytë e hutbes do të jetë e koncentruar me një temë tjetër nga ajo parapraka dhe ka të bëjë me realitetin e kohës, e që është festa e 28 nëntorit. Kjo vëllezër besimtar, kjo periudhë kohore e paraqet një festë të trefisht për popullin ton. Mirë po, çka arritur e popullit ton është kryesisht rezultat i të parëve ton të mirë, besimtarëve, xhallarëve dhe njerëzve që dashamirë që kanë punu për të mirën e këtij popullit. Andaj jemi do ballafaqu me një kohë të ligë. Jemi do ballafaqu me islamofob, të cilët synojnë ta përçojnë popullin dhe ta përjashtojnë bazën e këtij popullit prej të cenërit shqiptar. Jemi duke folur për njerëz sikurse lëvizja e Deçanit, të cilët synojnë të thellojnë përçarje në popull. Andaj vëllezër besimtar, kudo që jeni, promovoni islamin, kudo që jeni mbroni vlerat islame dhe bëhuni krenar që një pjesëtar të umetit, po jem pjesëtar të umetit duke qenë shqiptar. E kështu ka dashur Allahu dhe në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, kemi borx me i rujt këto të arritura dhe i mi promovu më shumë. Shikoni por ton të mirë. Mullaj Idris Xhilani çfarë po thot? Thot nëse nuk i atë dhe, sun në ushtron mirë fen, s'ki lirit mjaftueshme për adhurimin e Allahut. Andaj për me rujt
këtë të arritur e kemi bërsh me punu gjithë zbashku, e sidomos në luftimin e këtij grupi të që kanë dalë për fesë, njerëz që janë murteda vëllezër besimtar. Andaj zbashku duke promovu islamin, zbashku duke bashkëpunuar me hoxhallar të luftojmë këtë grup përçars, sepse është amanet jone dhe vet mulla Idris Xhilani thotë e kemi bërsh ndaj varreve të baballarëve. E kemi bërsh ndaj atyre që kanë kontribu dhe na nuk shënë në histori shumica e tyre janë hoxhallar, janë besimtar, ka dhe feve tjera pa ja kontestu mundin, mirë po barra kryesore na bie neve. Andaj këtë drejtim ta promovojmë, ta përmirësojmë këtë realitet dhe lutim Allahun që Allah na mundsoj që të vazhdojmë të jemi kështu që jemi musliman. Është pyetje për dietarëve, ça mundun me bësh shqiptarët për umetin, që më ndihmu këtë umetin, a dini se ka qenë përgjigjja, ndihmën më të madhe që ja bëni ju umetit është me met musliman. Çka shpjegoj lypet. Andaj në rrugtimin ton të vazhdojmë të jemi musliman dhe të rriturat tona, sepse vëllezër besimtar këto na garantojnë të qëndrojmë musliman dhe të rrojmë identitetin ton që na ka dhënë Zoti. Lutim Allahun që na mundsojë gjë të tillë dhe në këtë drejtim lutim Allahun që Allah të mposhtë dhe të nënçmoj gjithë ata armiq të Islamit dhe të popullit ton, të cilët vazhdimisht mbledhen, riorganizohen, mirë po është ndihma e Allahut ajo e cila i bën të dështoj, e lutim Allahun që të dështoj vazhdimisht. Inna Allaha wa malaikatahu